Rasti jo tipik i trafikut të drogës i kapur një ditë më parë nga policia e Tiranës, ku nëpërmjet një valiçeje një 39 vjeçar solli në Shqipëri nga Tajlanda më shumë se 19 kg drogë, tregoi një dukuri të re. Në vendin ton po qarkullon një drogere e quajtur Yellow Sushi. Ky është një variant i fuqishëm i kanabisit, i cili prodhohet në ambiente të mbyllura nëpërmjet llampave. Kjo drogë shitet me çmime që fillojnë nga 50 euro për gram, ndërkohë që efekti i saj është shumë herë më i fuqishëm se kanabisi i zakonshëm, për shkak të përqindjes së lartë të THC-s. E veçanta e kësaj droge është se shpesh herë asaj i injektohen aroma të frutave egzotik, çka e bën këtë drogë më elitare. Kjo drogë ka gjetur prej kohësh të re në vendet e Bashkimit Evropian si Italia dhe Spanja, ku kultivohet dhe tregtohet, ndërsa në Shqipëri ardhja nga Tajlanda ishte episodi i parë. Yellow Sushi është emri i radhës në listën e gjatë të substancave narkotike që i premtojnë rinisë aratisje, por në fakt i japin robëri. Dikur ishte ashashi i Lazaratit, pastaj erdhën kristalet, pilulat dhe tani drograt e importuara që vinë në treg si mallra luksi, por në fakt paguen me shëndetin mendor, trupin dhe shpeshherë edhe jetën e përdoruesve të drogës. Për Top Channel, Doriana Bezat.